Programet e infermierisë janë nga më të kërkuarat në Universitetin e Gjirokastrës. Një nga të rinjtë që këtë vit akademik ndjek infermierinë e përgjithshme është Epaminonda Kristidhi, i cili njëkohësisht është edhe sportist. Kam zgjedhur infermierinë sepse kam qenë edhe jam aktualisht pjesë e ekipit të luftëtarit. Më ka pëlqyer pjesa se si funksionon anatomia e trupit, se si funksionojnë muskujt, edhe mbi të gjitha ndihmesa ndaj njerëzve të tjerë. Kjo është çfarë më ka shtyrë që të zgjedh infermierin për të studiuar. 19 vjeçari ndan me ne dhe ecurinë e deri tanishme si student i këtij universiteti. Përgjithsisht ka shkuar shumë mirë. Kemi bërë miqësi të reja, por edhe leksionet janë pak të vështira tani, por me kalimin e kohës bëhen më të thjeshta, sepse mësohesh dhe je më i ambientuar me ambientin, me zyshat, me profesorët, me pjesën e leksioneve. Epaminonda hyri si nxënës ekselente në universitet dhe në këtë mënyrë u përjashtua nga tarifa e studimit, ndërkohë që përfiton edhe bursën mujore. Pjesa e parë, e cila është nuk paguan tarifën e parë të shkollës, që është një shumë prej 10.000 lekësh të reja ose 100.000 lekësh të vjetra, është edhe pjesa e bursës, e cila na ndihmon neve sado pak qoftë ajo, sepse ne jemi adoleshentë dhe kemi ato pjesët që neve duam të bëjmë, duam të dalim ose të blejmë diçka, edhe ndihmon familjen me një pjesë të vogël ekonomike. Me ndjekjen e kësaj dege, i riu Gjirokastrit nuk synon thjesht marrjen e një diplome, por shfrytëzimin e të gjitha mundësive që universiteti ofron për të bërë i zoti në profesionin që ka zgjedhur. Universiteti mua më ofron edhe që të marr pjesë në Erasmuse, në programe shumë të ndryshme që marr pluset për mua edhe për çdo kënd tjetër. Bëhen edhe jashtë vendit të Erasmuse, mund të bëhen gjithashtu edhe binjakëzime me gjuhën, sepse unë tani po studioj për italisht edhe aktualisht po bëhet një binjakëzim me shkollën italiane për nxënësit e klasës së italishtes. Dhe gjithashtu dhe Erasmuset që janë jashtë vendit, që përfiton një eksperiencë shumë të madhe, rreth 6 muaj jashtë vendit. Të gjitha këto na ndihmojnë që të plotësohemi si një profesionist për tregun e punës. Këtë vit akademik, dega infermierisë së përgjithshme në Universitetin e Qrem Çabej u përzgjoll nga 60 të rinj.